Po krasimat madhe, ky popull s'ka pas kur e kanë dëgjuar lajmin se është vrarë Stoprasivici. Kriminali më i madh i gjitha kohëve për juën time për deçan. 70 vjeçare për shemb. Dhe në prezencën e 3000 banorëve, prezencën e familjes së tij, prezencën e fëmijëve të tij dhe prezencën e vëllezërve të tij e kanë pushkatuar Bokeshka brigada Sen Bajramdacit. Djali i madh 16 vjeçar dhe djali i dytë 9 vjeçar për shkak të trauma që i kanë fituar gjatë pamjes se babës së tyre ty ja përshkatu, ata kanë vdekur për 30. Sikur me si kishte qenë legjenda gjallë e kombit shqiptar, Zoti Ramosh Haradinaj me familjen e vet, me vëllezërit e vet, me prindërit e vet, na me 24 mars, na ishim met sot në Serbi. E kom nxjerr për Istikamit, e kom qitë në breg. Edhe kom marrë një minutë të gjys, më ka lëshuar shpirtin në gjykstemin. Që ka rarë kërë trap edhe e lëshoj shpirtin në gjykstemin, që tanë. Nxënësi më i mirë, duke filluar nga klasa parë fillore deri në vitin e 4 gjimnaz ka qenë Zoti Ramosh Haradinaj. Dauti ka qenë shumë mirë, kështu. Mësime, Enveri ka qenë i shëmbullor në çdo aspekt. Përpos Dautit, unë e kom ditë si nxënësat e mi bajnë arme. Bajnë arme kundër okupatorit serboslav. Përshëndetje miq të gazetës Demos. Sot do të realizojmë një intervistë me veteranin e arsimit, një herë zëvendëskomandanti i UÇK-s, Zoti Bajram Daci. Zoti Daci, fillimisht faleminderit për kohën dhe për mundësinë për me bashkëbisedu sot. Faleminderit për juve që keni ardhur me bëni një intervistë me mu dhe me tregu për ngjarjet kaluara të jetës time. Unë jam Bajram Daci, i lindur me 30/10/1953 në fshatin Irznis, tani Rrezar. Shkollën fillore kam kryer në vendlindje, të mesmen në Gjakov, ndërsa Fakultetin e Shkencave Matematiko-Natyrore, degën e Gjeografisë në Prishtinë, në Universitetin e Prishtinës. E kam kryer Fakultetin e Gjeografisë në mars të vitit 1979. Kam filluar të punoj fillimisht në shkollën fillore Sylare në Dranoc. Pas 2 vitesh kom kalu në gjimnazin Vllazët Frashëvi në Deçan. Pas 2 vite, 3 vite kështu, më kanë caktuar shef ndrimin e këtë gjimnaz dhe kom punuar si shef i ndrimit plus i kom marrë orë të lëndës së gjeografisë në atë gjimnaz. Pas njekjes forcërisht nga forcat serbe, pas largimit forcërisht nga forcat serbe që na larguan nga objektet tona shkollore, sepse na nuk i pranuam plan programet e Serbisë dhe ata tentojnë që na të pranojmë plan programet e Serbisë dhe të punojmë sipas plan programet e tyre. Mirë po na si gjimnaz në tërësi e kundërshtuam dhe ata s'na lejuan u dasht që na të lëshojmë objektin e shkollës tonë, se shkolla është e fëmijëve që mësojnë te, nuk është as e kërkujna, por vetëm aty në nxënësat që mësojnë te. Kështu që policia serboslave në atë kohë na kishte në halën e sy neve mësimdhënësve, edhe nxënësit tonë që ishin në numër shumë të madh, edhe u edukojshin dhe u arsimojshin në frymën kombëtare shqiptare nga mësimdhënësit e tyre. Dhe atyre nuk i ka konvenu, kështu që ata na larguan nga objektet tona shkollore. Pas largimit nga objektet tona shkollore, aty në kuadrët e gjimnazit Vllazët Frashëvi u krijuan 7 punkte me unik, se unik ka qenë pjesë përbërëse e komunës tonë në atë kohë. Punkti më i madh, sipas numrit të nxënësave, kështu ishte në fshatin Rrezar, gjithsesi në Irzniqin. Ne si punkt kem fillu 91-92 këtu. Fillimisht kem fillu në objektin shkollës fillore. Mirë po as aty nuk na lejuan të punojmë, sepse na ishim shkollë mesme, edhe thekë ju si keni pranuar plan program të Serbisë, ju s'bëmë punu këtu. Ju gjeni punën ku doni, shkoni ku doni. Dhe na filluam aksionin për sigurimin e dhomave të mësimit në fshatin tonë. Fshati ynë është një fshat i cili ka kontribuar në çdo aspekt, po edhe ka kontribuar në aspektin e arsimit.
do thotë 10 vite e kemi marrë mësimin në shtëpi shkolla. I kemi pasur 16 paralele të shpërndara në një lagje. Fillimisht kemi fillu në lagjen Dacaj, Haskaj, pastaj Aliçkaj, Zenaj, Qekaj ma vonë, Dervishaj edhe Dacaj net atje. Asnjë fjalë prej krye familjarëve s'kem pas të keqe, vetëm fjalë miradije. Të gjithë kemi pajtu që ne me eduku dhe me arsimu fëmijën shqip, dhe sipas plan programet tona kombëtare. Kështu që krye familjarët ne kanë prit shumë mirë. Ne kanë prit me dhomat përgatitura, ne kanë prit me zjarr gjatë sezonit të dimit, ne kanë ndezë stufat me kafe, me langje, me gjana të mira, se asnjë problem nuk e kemi pas gjatë 10 viteve në edukimin e Brezit të Ri në këtë qendër. Në këtë qendër, në këtë shkollë, në këtë vatër të arsimit. Kemi pas nxënësa jo vetëm prej fshatra përreth, se Rosario është qendër e 25 fshatrave. Po kemi pas nxënësa edhe prej komunës Gjakovës edhe komunave, ndoshta edhe komunave tjera, po jo, s'm kujtohet. Po komunës Gjakovës kemi pas nxënësa që vishin nga Dobriqja, Firaja, Dojaka vishin edhe u edukojshin dhe arsimojshin në shkollën tonë. Rezistenca ka qenë jashtëzakonisht e fortë nga ana e mësimdhënësve dhe nga ana e nxënësve. Përkrahja ka qenë maksimale nga kryefamiljarët e shtëpive shkolla. Mirë po ne, ka pas kohë tentojshim që të marrim mësimin në objektin e shkollës fillore Avni Rustemi në Irzniq në atë kohë. Dhe ka pas kohë delshim na me nxënësa këtu. Po i kishim odat i kishim sigurume. Nëse s'na lejojnë, na kthehem në oda. Edhe një herë për një herë dulem me nxënësa në shkollë. Edhe po vinë 6 policë. Dhe ata 6 policë si erdhen në krye me Slop Prashevicin. Edhe ata dinë që unë jam përgjegjësi i shkollës, koordinatori i shkollës, drejtori i shkollës, dhe më thirrën mu. Thanë, të kem thonë mes me dalë në shkollë. Thash keni thonë, po shkolla është e nxënësve që mësojnë te. As nuk është e jemja, as është e juja. Do në atë kohë nuk vijoj ke mësimin në atë shkollë? Jo, na dulem, delshim ko pas kohë, delshim në shkollë, se mësimi u zhvilloi ke ma mirë në shkollë. Në shkollë fillore, jo në gjimnaz atje. Dhe sa nuk ban hiç, sa se ju vini ka punojnë në plan programet të jujat, dhe nuk bëjmë punu ju si shkollë e mesme këtu. Unë ju thash si shkolla është e nxënësve që mësojnë te, nuk është as e jemi, as e jotja, zotëri. Tha, a e ka del, sa s'e ka del. Tha, s'qem ka dal, ishë me 6 policë. Slop Prashevici. Din nxënësat e mi krejt, ju kujtohet ku ta shohin. Polici fam keq? Po, polici fam keq. Tha, s'qem ka dal. Asimtat ishin mësim. Asimtat ishin proces mësimit. Dhe tha, o ka vjen tha përforcimin për deçanit. Tha, le djem kur do përforcimin për deçanit se nuk dal. Po kur erdhën 56 policë e rrethun shkollën, me shlema, me automata, me gjitha ato gjana, tha, tash tha, qa do me bo? Tash, ka rregull tu. S'po lejoni, qa ke me bo? Edhe i kom thonë, punëtoj teknik, thash, shtyje zilin për 5 minuta. Oren, mi shty. Smira zilës me ko, po mi shty pak, me qëllim Mi vënu pak? Mi vënu ata. Ata e kërë shtyni, po ata si më ta fillun me dalë. Se kishë përfundu ora mësimit, edhe fillun me dalë me shku në drejtori. Unë isha me ta për jashtë, halatje. Edhe tha, tash tha, këtu ka rregull, thash, pse s'mi shpërndan, tha. Tha, këtu ka rregull. Që jem dalë në bazë nxënësa, se nxënësa dulin përshin gjatë. Dulin kryetari, kur i pan policinë ata, thash, hadje mas me ju. Kom bë gjire me gjashtë dhe kusur nxënësa rrethë për qarkë policisë serboslave. Ata me shlema me automata. Thash, nëse më vrasin, kur ku ma mirë se qëtu s'më vrat dora e serbit. Dhe sa me shpërnda, thash, ka rregull zotni. I kom rreshtu për
sipas klasëve për 2 dhe ja kom komunikue lajmin që policia serbëslave të madhe une. Dhe policia serbëslave s'po lejon mbajtjen e mësimit në lokalet e shkollës fillore Avni Rustemi. Sa shpërndajt qetë, mos bënin provokime të tyre, thashë nesër vazhdoj mësimin nëpër shtëpi shkolla. Thashë mund të bu nesër në fushë sportit këtu, edhe prej këtu shpërndahem nëpër shtëpi shkolla. Shka sa ju the? Thashë më shpërndat qetë, edhe kom shederën. Rangim ras mrena. Arsimtar toni në konsol. Dhe që është më ras duhet tash një me përkra. Gruja shkon dalë kanë breg këtu, që tash breg i fillësht, shkolla që ty më pa mu shka im ka bëj. Ese e kom shel derën, jem himrana, janë shku policia, edhe të nesit kem vazhdo mësimin, janë rështuës në zansat si pas paraleleve, në fushë sportit, kem vazhdo mësimin e për shtëpi shkolla. A kanë qenë djeni policia serboslave që vazhdon të mësimin e për shtëpi shkolla? Po, ata na shishin, po, nuk ka qenë si pas tynes, kjo është legjitime. Puna janë, nuk ka legjitime si pas serbëve, edhe serbisë. Edhe vazhdo mësimin e për shtëpi shkolla. Po, dershin policia ka herë, se në anësim bashkë në arsimtarët, sikur tuba e deleve, ty e për qëtë njën i tjetërin qështu, edhe se shënë adesit, bojmë tonë lamet qëmë në vegjën shpitonë, po jam unë i bojat unë, kur do një bëne. Edhe, nëse dulem në për shtëpi shkolla, po ko pas kohë na delshim në shkollë. Bashkët për situate. Kam qenë halë në syje policisë serboslave edhe unë në atë kohë. Jo ka pastisë edhe shpinë mdo? Ma kam pastisë shpijen 2000 une. Natë 7-ën, natë 6-ën, natë 7-ën, dhe kanë arë këtu, një me tenka, po një me autoblinë me tenka, një gjadat policë kështu. Edhe kanë hynë po trokit, janë rasë mrena, një grupë e policisë hynë për derë të katit këtu, një grupë shkoj ko lartë. Jo, të ragun arsynë e bastisjes? Ki arme, lipshin armatim, armet i lipshin. Edhe ka jënë hinja me në, një kanë thonë nënës, njën e ka thonë, shka i nërë në tonë këta. Keni mujtë 2 me arme, me marë bajramin e me nëzone, me reje, me maltretu, me myte. Ka thonë shujnë në shuj që t'i zdin jo. Ajo ko t'y tjerë nëna. Këne e kërë në arë, kam shu derë shkellim, bim, se derë. E kom qelë derën, kërë kom qelë derën, grumë dha borri policë, s'lo për shtivici vetë, a i tha, bajrame tha, ima është tha pushko i pistollë. Tha, ti znash dhe neon janë ishtë, thash. Që e bjenë shqip? Ja imam, thash, ti e dinë si nuk kom në kur gjo, e kom lapsin edhe kom librën, thash, unë asë i gjatë tjetër s'kom. Që të janë armë të minja? Me eduku breziteria, po me eduku brezineri. Dhe kanë kontrolu, kanë basi shpinë krejt, s'kanë gjetë gjo, gruja këshpa më shef diftesat me shqiponje në palë të jarganit, kërë ka hek, ata kërë ka hek të jarganin e ratë poshtë, nuk e në shpalos diftesat, i këbalë jam, do plume i kom pas të automatit, me ka padhon Hasimi, një pashi jam, se është ra dëshmor me shkelzinin me Luanin. Hasim Alilaj, po, se ra dëshmor me shkelzinin me Luanin e me Fatmirin. E kom pas ata në palë, që të pa ata ju në gjujtë që ashtu me tesha, edhe s'kanë ditë gjo. I kanë gjetë do libra, historinë e popullit shqiptar kanë gjetë Narman, tha kjo tha botu në Tiranë, thash, kjo tha botu në Prishtinë. Këqëre, se kom botu në Prishtinë, po në Tiranë, po unë e kom marrë të Prishtinës. Historinë e popullit shqiptar. Dhe pastaj, ishin do harta geografisë, edhe ato harta, tha këto, tha, kjo po shkruan Albania, tha, po shkruan Albania se është në hartë, thash Albania, është shtet. Si preken ato, nisin i marrë që historinë e kombit shqiptar, thash kjo botu në Prishtinë. Do libra tjera, i murën do armë stoftat në zënzve, si jam mersha unë, si përgjes i në zanës, si drejtor i shkollës, jam ledhë që u vraj, sërshin në veti burë, u rreshin, si të mi. Po unë aty në sëndërë për të masë, ata jënë konë adolescent. Dhe ajo mund me ndohë, për shumë të thmija që është adolescent, gjithë ka mund me ndohë rrahja, fjallosja, telashet, ja mersha, për mes matë e ma kesja. Edhe ato i murën, të një pastaj dullën për jashtan, dhe po gjujnë
në Blinjë, ko Blini ma aty, me to. Tani prej me e këtu, kanë shku të Sadik në Zirë Qeku, një njeri i madh i kombit, një njeri që ka kontribu për çështjen madhore të kombit, qysh në ditët e feministës së tij, dhe e kanë shku, që grupet e policisë kanë shku dhe taj, e kanë bastis, inshallah se kanë maltretuar, nuk e di bash mirë, edhe në kanë marrë mu flamurin, më kanë marrë këtu, flamurin kombëtar shqiptar, edhe atje kanë marrë flamurin kombëtar shqiptar. Kështu që e kanë bastisur ato në tërësi, njeri që ka meritat më dha Sadiki në çdo aspekt, kështu edhe ushtarak, edhe civil, edhe në demonstrata, në protesta, ka qenë me udhëheqjen e rinis i angazhuar në çdo aspekt për shtirimin e trojës shqiptare, për shtirimin e këtij aldheut ton të dashur, se trodhi shqiptar shtrihet, ka një sipërfaqe shumë më zgjeruar se ka sot Dardania. Është shtri prej Nishit deri në Çameri atje poshtë. Ka pas kohë kryqëzimi i Dardanisë ka qenë Nishi, Shkupi dhe Ulpiana. Kanë qenë kryqëzimi i Dardanisë. Dhe ardha slavëve nga Karpatet në shekullin, unë tham shekullin e 13, dikur sot shekullin e 9, dikur sot shekullin e 7, po unë e tham një kanë ardhur këtu në trojët e Dardanisë, kanë ardhur në shekullin e 13, i kanë pushtu, kanë masakru, kanë djeg, kanë shpërngull, në vazhdimsi prej asaj periudhe, janë shpërngull në Turqi, janë shpërngull në Greqi, në Maqedoni, në Ilirid, janë shpërngull për Evropë, në për trojet të ndryshme. Sot numri i shqiptarëve të shpërndar, që është i shpërndar në për botë, arrin numrin deri në 25 milion shqiptarë. Por pas luftës dytë botnore, edhe 1913 para luftës, gjatë luftës parë botnore, e kanë nda fuqitë e mëdha Kosovën në 5 shtete. Në Serbi, në Shqipni, në Maqedoni, në Greqi edhe në Malzi. Kështu që na sot e kësaj dite jemi hala të shpërndam, të pa përcaktuar si shtet, të i vujt, të i hekeq. Gjithmonë ky popull ka luftuar për çështjen e unitetit, për çështjen e bashkimit të kombit shqiptar në një shtet të vetëm. Edhe Sen Bajram Daci ka luftuar për këtë ide të bashkimit kombëtar në atë kohë, në 45-ën, dhe për atë arsye edhe kanë përshkatuar. I përmendet maltretimet e vazhdueshme që keni pasur nga Slloprasheviçi në atë kohë. Qysh u ndjejt ose qysh e morët lajmin kur morët vesh që u eliminuaj? Po kënaqësi më të madhe ky popull s'ka pas kur e kanë dëgjuar lajmin se është vrarë Slloprasheviçi. Kemi më i madh i gjitha kohënave për periudhën time. Për deçan. 70 vjeçare për shembull. Ja, gëzim më të madh s'kem pas. Nuk ka ekri kriminal. Po mas ti tani e patën pruni Slloprasheviçin këtu. E vika ai me marrë deftesa diploma Otoviçin. Po Otoviçin. Zëvendësi ti. Zëvendësi ti kemi marrë për higën mbrana, kështë kënë derë rasë kanama. Një plakë që të me njonën ullën, një kadri Besiri. Se shujnë në shuj, se jemi marrë me nëzukë, Bajramin me vetë diçka. Qka një marrë me vetë Bajramin, jemi marrë me për qëto diftesa, qëto diplome me marrë. Unë tash për tjetër në i ka nënan, shkova pyta në Ziraf Dimetën, i thash, mos ki pranu në i samë, se ke marrë diftesa diploma. A i tha, jo, vëdhanë, s'kom pranu. Thash, ku e marrë, jëmë kësuje. Ase i kështë pahonë, vim promje apet, i ardhen promje. Thash, kur kom një, thash, se ja keni marrë diftesa diploma, thash, shkollës fillore, thash, unë si kom pranu hiq. Gjithë natën e gatë që Bajram Daci ka shpërndat diftesa diploma me ma gjënë marrën komandantin OÇK-s në përfshatrat e komunës, rrethins i Jerzniqit edhe Gjakovës. Ja ky me dhonë prindët të tyre. Lufta çlirimtare në mënyrë ja ka dhënë mesazhin ose ja ka dhënë mësimin e duhur edhe Prasheviçit edhe Otoviçit. Qysh nihesh te për Unë mburna dhe jam krenar që një nxënësi imi gjatë asaj periudhe ja ka dhënë ato që kanë meritu. Ato që kanë meritu. As pa pak as pa shumë. Ja ka dhënë ato që kanë meritu. Kriminalët më të mëdha të asaj kohe që kanë vepruar në këtë trevë. Në këto treva, fatmirësisht, kanë luftuar edhe shumë djemë të zëtë
këtij vendit, fshatit Rezar, të cilët gjatë luftës fundit në të ushtrisë shkrimtare të Kosovës ranë edhe dëshmor. Nga fshati Rezar, gjithsesht Irzniqi, gjatë luftës kundër okupatorit serboslav, fshati Rezar ka qenë pikë strategjike e ushtrisë shkrimtare të Kosovës. Këtu është formuar edhe njësia speciale. Dhe shumë djemë të këtij fshati janë kyçë edhe në njësinë speciale të UÇK-s, të udhëhequr nga Idris Bala Togeri. Dhe disa për tyre janë ra dëshmor. Altin Haski është dëshmori i parë që ka ra nga ky fshat në Voksh të ri, nga forcat serboslave. Recep Lah Daci o plagos ranë dhe është transportuar në Turki për shërim. Këto kanë qenë dy raste para që kanë ndodhur në Irzniq, gjithsesi në Rezar, pas fillimit të luftës. Që të dy pjesëtar njësi speciale. Që të dy pjesëtarë njësi speciale. Recep Daci tash është mirë, por ka pas lindime shumë trauma, ka pas plagë vdekje pruse. Nuk mund të them se ai u shëru, a Altini është mjet në vend. Kështu që përpas këtyne, Blerim Dervishaj të luftu dhëm për dhëm me okupatorin është vrarë në Carabreg, para 11 gushtit, ka flasë. Me 11 gusht, natë të 8-s, në ora 8, 5 minuta në ka vrarë komandanti tani heroj komit Maxhon Malçeku, i cili për asnjë moment nuk është zbraps, po ka luftu dhëm për dhëm me okupatorin serboslav. Po një predh e okupatorit e ka godit më në gjyks ku goditën trimat shqiptarë. Edhe ajo ke predh vdekje pruse. Unë kam qenë krah për krah me te, dhe pas asaj e kom nxerr nga Istikami, edhe kom vendos në gjyksin tim, e ka lëshu shpirtin në gjyksin tim. Dhe pastaj e kom marrë pushkin e tina, e kom qenë krah temën krah, edhe e kom vazhdu rrugën me tërhjek, me spelon në dorë të okupatorit serboslav. Me ma marrë trupin e tina. Kështu që e kom tërhjek, fillimisht une, pastaj më ka nimu djali Dugazhin Daci, ma vonë i kom pa dy shokë të mi, ish pjesëtar të UÇK-s që kanë qenë vijat frontit, sikur se edhe na. Po ata ishin kom për momentin të shlodh pak, se ishin kon lodh. Nga luftimet. Nga luftimet, 24 orë po ndërpreheq. Dhe këta janë Shefqet Hasku dhe Salizeni. Kur e pan ata jemi taku bashk, e kemi bisedu që me formu një lese. Me dy huj, edhe po setrën e Basmaxhon e bom si lese, e qëtëm trupin e Basmaxhon në lese dhe e tërhekem deri të trafoja për Kubukut. Ali Haxhosa që thash më parë, thash kishë qëllu në fshat tu, ju ka thonë shokve, bashkëtarët mi si i vra Maxhoni, e Bajrami Selem Maxhoni, e vrajnë dhe Bajrami, edhe qashtu kënë dy vra, vishim tu ma ka kret, por me që atë unë jem gjallë tash. Atëherë ata i nërë katuni, me një karrocë, e kemi qitë në karrocë edhe e kemi tërhjek, e kemi bo mejt, e kemi vorros, në dytë natës me ndërimet larta, edhe pranë varrit të vllajt e tij, Sahit Malçekut. Nga fshati Rezar, gjithsesht Irzniqi, kanë ra dëshmor, gjithsesht heroj Maxhon Malçeku, komandanti i UÇK-s për katunën tonë. Dëshmori tjetër është Malzenaj, dëshmori Blerim Dervishaj, Altin Haskaj, Gzim Dervishaj, o vra po atë ditë që o vra Maxhoni, o vra dhe Gzimi, po ky patmet pak gjallë. Edhe kem tërheqë në spital ushtarak në Kryshet. Po mas 2 ditë ka vdek Gzimi, një djalë i mirë, djalë ushtar i pa epur në për vijat frontit. Altini gjithashtu ka qenë student, Altini edhe Gzimi kanë qenë studenta, ku janë vra në vijat e frontit. Altini ka qenë në njësinë speciale, si punët e zeza. Pastaj Mustaf Çekaj,
Berhan Dervishaj, edhe kjo vra për inkubatori Serbeslav, Din Qekaj, Halil Berisha, Tahir Dervishaj, Daut Aliqkaj, Tahir Dacaj, Hajdar Daci, dëshmor, këta ton dëshmor. Selim Aliqin e kanë vra në Lubenic, këtë plakën. Zeci Dervishaj o vra që ty në bord Qekaj vetë. Shkurte Dervishaj, kjo është nana e, po më duket e gëzimit, Emine Dervishaj, Him Dervishaj edhe Hajdin Dervishaj. Armen Dacin i kanë vra 1976 shpion e Serbeslav, Prishtinë si student. Këta ishin ata dëshmorët dhe heroj, si komandanti UÇK-s për katuntanin Magjon Malqeku. Lavdi gjithë dëshmorët kombit, lavdi e përjetshme po të gjithë terrenit gjatë kohërave të ndryshme historike. Lavdi. Baca Bajram, a mundesh me na tregu qysh është përshkatu 1945 Cen Daci? Po, muna mi ju shpjegu, mi ju tregu se Cen Bajram Daci ka qenë pjesëtar i ballit kombëtar gjatë viteve para luftës së dytë botërore dhe derisa është përshkatu. O përshkatu si person që ka vepru për bashkimin e trojeve etnike, për bashkimin e shqiptarisë në përgjithësi. Edhe policia ose gjandarmeria serboslave në atë kohë kanë ardhur, e kanë gjërmuar, kanë zbulu dhe e kanë burgos. E kanë burgos në fshat. E kanë rujt dy gjandarë të asaj kohë përmes me ikë prej rrethimit e san. Dhe pas 10 ditëve që është majtë në burg Shtepijak, në për shtëpia të fshatit Rrezar, ish Zniqit, e kanë kanë vendos aty në mesin e fushës para xhamis dhe e kanë ekzekutu. Mirë, për para se mi ekzekutu Cenën, në atë kohë, e kanë informuar popullatën e kësaj treve, jo vetëm të fshatit, po edhe të fshatra për rreth 3.000 banor fshatra për rreth janë informuar se sot me këtë datë do të përshkatohet Cen Bajram Daci, si armik i popullit serboslav. Përmeshti frikën në popull në atë kohë, e kanë nxanë, e kanë burgos në fshat dhe pas 10 ditësh ato e kanë sjell këtu në mes të fshatit dhe në prezencën e 3.000 banorëve, prezencën e familjes së tij, prezencën e fëmijëve të tij dhe prezencën e vëllezërve të tij e kanë përshkatuar Bokeshka brigada në mars të vitit 1925. Dhe pas përshkatimit të tij, fëmia e Cen Bajram Dacit, djali i madh 16 vjeçar edhe djali i dytë 9 vjeçar, për shkak të trauma që i kanë fitue gjatë pamjes se babës e tyre ty ja përshkatu, ata kanë vdek për 3 ditë. Pastaj Cena si ka met 2 për 3 ditë. Pastaj Cena si ka met vetëm edhe një vajzë. Ajo vajzë është martuar në Glozhan dhe ka vdek edhe ajo, mirë po pastaj qashtu i në rrethonat dhe jam unë gjallë si përfaqësues i familjes Cen Bajram Dacit. Sa ka qenë frymëzuese historia e Cen Bajram Dacit për gjeneratat pasuese? Të marrë parasysh që tash fëmia nuk kanë prej momentit që nana më ka tregu e tutje, unë gjithmonë ka qenë frymëzimi imi për me ju kundërvu armikut në format e ndryshme, sepse gjaku nuk harrohet. Me të vra për shembull okupatori është Tmer, shekulli, dhe pas asaj
Janë batu edhe 2 vrasje tjera se i kanë dek 2 djemë për 3 ditë për shkak traumave dhe djali madh, Bajrami i parë, ka pas edhe të fejumen atje, do të më lëshu edhe të fejumen, do të thotë 4 vrasje, o metën e nona vetëm me qik. Edhe pastaj ka qenë një tmerr i parë, sepse në prezencën e 3000 banorëve të fshatra pa rreth, në prezencën e banorëve të fshatit, në prezencën e familjes, në prezencën e nënës, në gjithësisht gruas, cens dhe prezencën e fëmijëve të tij, e kanë bërë atë krim të lahtarshëm okupatorit serboslav. Na kur s'kem prit mirë për okupatorit, sepse okupatori në vazhdimsi na ka ataku, na ka ra, na ka maltretu, na ka burgos, na ka jo vetëm neve, po edhe familje tjera. Këtu janë vrarë edhe tjerë, po ky është vrarë kështu që me thonë me një përgatitje speciale të cena, sepse ka qenë kundër regjimit serboslav, ka qenë kundër okupatorit serboslav, ka qenë për bashkimin e kombit, ka qenë për krijimin e shtetit etnik shqiptar. Po mirë, po megjithatë okupatori si okupator ka vepruar që të eliminojë ata njerëz që kanë qenë kundërshtarët e tij të rrept për çështjen kombëtare shqiptare. Pas vrasjes së Cen Bajramdacit si pjesëtar i ballit kombëtar që ka luftuar për çështjen madhore të kombit, për bashkimin e trojës shqiptare në përgjithësi, Cenën se ka leju okupatori serboslav mi varrosën në varreza publike ku i kemi atje, por o dash mi varrosë familja në trullin e tyre këtu. Në trullin e tij. Kështu që edhe ajo është një dhimbje e madhe që bën me na ndi shumë prekse. Këtu është varri i Cen Bajramdacit, dëshmorit të kombit që ka dhënë jetën për qërimin e shqiptarisë, për bashkimin e trojës shqiptare. Viti 1910-1945, i pushkatuar nga Bokershka brigada serboslave me 13 tretit të vitit 1945. Pushkatimi u kry në mes të fshatit Rrezar, i rrezikshëm në Sllovaki, në prezencën e 3000 banorëve të fshatrave për rreth, në prezencën e bashkëshortës së tij, fëmijëve dhe familjes së tij. Ndërsa të dy mbrapa? Ndërsa Bajram Cendaci edhe Xhemal Cendaci janë djemë të Cenës, dëshmorit të kombit, që për shkak trauma që i kanë fitu, gjatë pamjes së pushkatimit të prindit e tyre, kanë vdekë për 3 ditë. Dhe ta i kemë varrosë të varri i babës tyre këtu. 2 vite pas rastit, pas pushkatimit babait tyre. Pas trauma që kanë fituar gjatë pushkatimit babës vetë. 2 kanë vdekë për 3 ditë, vitin 1947-1947. Baci Bajram kemi ardhur të vendi i ramjes së heroit të kombit Maxhon Çeku. Ju jeni prej atyre cili keni tërheq trupin e tij dhe nuk e keni lënë dorën e okupatorit serb. A mundesh më na tregu prej fillimit njohjen e juaj me heroin e kombit dhe më pas edhe atë ditë betejës të cilën pra sakrifikuar çdo gjë për me largu nga dora e okupatorit serb? Gjithsesi jam në gjendje m'ju shpjegu për të kalumen tonë. Ne kemi qenë shok të pandashëm si në paqë njashtu edhe në luftë, që nga viti 1992, ne si fshat e kemi përgadit, edhe kemi përgadit paralelet, togjet, i kemi përgadit qetat edhe batalionin e fshatit Irzniq, gjithësisht tani Rrezar. O formu shtabi në atë kohë, o formu shtabi jo Juçikës, po i mbrojtjes civile. Komandant është i shtabit o zgjedh Maxhon Çeku.
kupton? Se ka qenë profesor i mbrojtjes. Pa qenë profesor i mbrojtjes, Zavendës komandant kam qenë une. Antarët tjerë kanë qenë Shefqet Haskaj, Beqir Berisha dhe Hajdar Qekaj. Hajdar Qekaj është inkorporu, është kyç pas vdekjes së Din Osman Qekajt. Ky ka qenë shtabi ngusht i ushtrisë, i mbrojtjes civile në atë kohë. Dhe fatbarësisht prej këtij shtabit ngusht nuk u zbulum nga okupatori serboslav. Dhe me të sekret. Kolegë tonë në fshatra tjera, si kanë qenë udhëheqësat mbrojtjes civile, ata i kanë burgos. Na fatbarësisht me të sekret organizimi i mbrojtjes civile nga ana e shtabit të ngushtë të fshatit Irzniq, gjithësisht Razor. Kem formue me paralele, me togje, me qetë, me batalion, krejt kanë qenë caktuar dhe udhëheqësat e tyre. Kështu që ne kemi qenë përgatitur. Pas 5, 6 dhe 7 marsit që ndodhi lufta në Prekaz dhe familja Ashari u fliju për atë dhe dhe për troje shqiptare, sikur me si kishte qenë legjenda gjallë e kombit shqiptar, Zoti Ramosh Haradinaj me familjen e vet, me vëllezërit e vet, me prindit e vet, na me 24 mars, na ishim sot në Serbi. Por fal familjes Haradinaj, kontributet të tyre të datës 24 mars dhe rezistencës e tyre të armatosur kundër okupatorit serboslav, na sot e kem këtë liri. Unë jam birëngjarje, kam qenë mësimdhënës në gjimnazin Sami Frashi në Razor, edhe e kom pa që kanë hyrë për 4 anë tenka, autoblinda edhe helikoptera për mi e rrethun Vllazhanin në gjitha pjesët. Por na ishin pa fuqishëm me shkuar me kontribuate në atë periudhë, edhe fatbarësisht familja Haradinaj e boni rezistencën, e rezistoi okupatorit serboslav. Shumë aty serb kanë met të vrarë, kanë met plagosur, kanë met pa gjymtyr, dhe sot na gëzojmë këtë liri pas 24 marsit vitit 1998. Dhe me njëherë, jo me njëherë, po mas një 3-4 ditë ashtu, unë zbashku me komandantin Maxhil Malçekun, kemi shku te Ramosh Haradinaj në shtabin e Vllazhanit. Ramoshin e kemi pas në Nxënës. Edhe ju kom drejtu me çdo fjalë. Thash Ramosh, deri sot kemi konsideru si nxënës tonin. Tani tutje je komandant i ushtrisë trimtare të Kosovës për krejt këtë hapësirë gjeografike. A ju gëzu, se ishin profesorat e ti, ju gëzu, ju t'jel balli. Sa falimindes për ju e profesorat e mi. Edhe tash unë po e pysë, unë s'kisha strategji të saj, po e pysë tash, çka na matutje? Çka na matutje, apo kupton? Tha tani ju me organizu fshatin e juj. Gjithë natën s'ka flerë që Bajrami, si keni për skajt, edhe ku jam qume në gjithë që kam në grusë, më ka lind një ide, qysh me mobilizu fshatin Razor, Irzniq, Shurdusht. Sa më ka lind ideja, thash, me dalë në fshat, me udhëheqësin e shtabin e ngusht të fshatit, dhe me komunikue lajmin e luftës, se filloi lufta. Jemi dalë, jemi shku, jemi taku, dhe në atë moment, më ka lind ideja me thirë 7 djemë të lagjeve, mahallëve. Edhe i kemi thirë ata 7 djemë të lagjeve. Edhe ju kemi dhanë lajmin për fillimin e luftës. Djemë, për këti momenti filloi lufta ushtrisëmtare të Kosovës për shtërimin e troje tona nga okupatori serboslav, dhe me shku me lajmëru familjet e juja, se ish policia nalt atje. Jënë shku, edhe na kanë kësy përgjezjen, se i sa shkoni, këthena përgjezjen se fjalla dul 54 dhomë, dhe policia marrin hetime, marrin informata në shkatrojnë të gjithve.
ata janë shku, janë kësy, kanë komuniku lajmin familjeve, janë kësy, ka thonë jemi të gjithë të pajtimit që me u mobilizu në ushtrinë qëllimtarët Kosovës. Edhe i tërë fshati, sinje, janë kyç në ushtrinë qëllimtarët Kosovës. Edhe pastaj o kriju zona e lirë këtu, me komandantin Ramosh Haradini, kemi caktu pikat, e neve na caktoj pikën në Gardaja. Kështu janë Gardajat. Ne kemi pas pikën atje, në pjesën tjetër atje. Atëherë me profesorin Maxhoni po thotë sa Bajram sa po dohem në 2 pjesë. Ishim me gjatë ushtarë, e na si komandant Maxhoni edhe une si zëvendës komandant, morëm mendim se mund ndana me nda ushtrinë në 2 pikat. Në pikën e Kodralis gjysa dhe në pikën e Gardajave tanën gjysa. Kështu që kemi bo luftë dhëm për dhëm me armikun. Ballë për ballë me armikun, jo më shef, jo me struk, jo me ik, jo diçka, po kemi luftuar ballë për ballë me armikun. Nuk ka qenë kjo rrugë kështu asfaltuar, ka qenë pak më i zgjeruar kjo pjesë, tash e kanë në zonë njerëzit. Edhe kanë ardhur tenkat e autobinat kënej. Kur kanë ardhur tenkat e autobinat kënenan, një ushtar e kish pas mortojnë e dorës. Edhe i thash shti me mortojnë dorës në tenk. Po për ik ballë, se roki se ranë ngur, edhe u gjujt predha, edhe kur e panë ata si kemi kundër tank na, jënë kësi mrapan. Mirë po ta lufta vazhdojke. Ka ora 8-5 minuta ashtu, është vra Maxhoni, komandanti heroj kombit tash si është, Maxhon Malçeku, ne jemi konë krah për kramete. Edhe më ka prek në krah si më ka rok predha e serbit. Ka prek në krah, e kom shti edhe një herë në serb, ka prek edhe një herë, e kom pasi ka plagë të ronë, edhe e kom marë pushkën të e më qitë në krah, të atin e kom qitë në krah, e kom dzerë për istikamit, atër më kojë forës, që kësë jam sot. E kom dzerë për istikamit, e kom qitë në breg. Edhe e kom majtë 1 minutë të gjysë, më ka lëshu shpirtin në gjyk stemin. E që ka ra kërët trap, edhe e lëshu shpirtin në gjyk stemin, që ta anë. Pa bo një asë 2, e kom qitë në shpinë. Qështu edhe me arme, e kom qitë në shpinë. Prej kësa janë, është artë një djali Dugazini, djali kon 15 vjeçare, pa e bo 16, edhe aj kur është artë që aty, thashtinja Bob krahin bas Maxhon se dish bas Maxhon, a i smi, ka në i ri, jashtë një krahin, edhe kuj me dole anaj gardit, jam takue me 2 shok të luftës, Shefqet Haskin dhe Sali Zenin. Dhe bisedoa me te, që avo bojmë, thamë 2 huj lese, pi lidhim setën e bas Maxhon në lese, në huj, edhe për qesin Basër Maxhon në lesë edhe po e qojmë. Sa që më ishtishin të një këne me mvra dhe mu, po une imre jem gjallë tash, që kësi jam. Po të qëllim vetëm e tërhek trupin e komandantit? Gjësësimi tërhek trupin e komandantit, s'pilon do shka. I gjallë e dekun? Gjallë, më të letë mysin mu, s'kom këshirë me pështu vetë. Në atë moment se shoki jetës ka qenë, shoki që kemi jetu, po vëllja 30 vjetë gati bashkë, edhe në punë, edhe në paqë, edhe në lirije. Bile në sheshin alki, sa që e shonë të shpia vetë, sa më që gejë mua, atë e në vanë që në qëtu bashkë. Shoki jetës është edhe shoki luftës, është ma i afert se sa vlau. Apo kupton. Kështu që ku jemi dole aty, e kemi formu lesën, e kemi qitë trupin tina në lesë, edhe e kemi tërhjek. Ty shkua në enan, Ali Haxhosaj, është luftëtari ditëve të para, o konë në fshat. Dhe ju ka thonë atyne që shkolimar si ishvra Maxhoni, Bajrami Selen Maxhonin, e vrajnë edhe Bajramin. Toni, jenë artë të trafaja për kullu të fut rrugë, jenë artë ta me një karroc, katumi, bashkë luftëtarët e mi, e kemi qitë në karroc, e kemi bo mejtë në shpine vetë aty, e kom lajmëru familjen e ti une, në përmes ushtarëve, kom thonë hajde se Basër Maxhon është plagos ronë. Kujta kumtove lajmen? Ja kumtova që ati si e përësita me shkue në luk, me lajmëru familjen e ti. Une jo, po personi që shkoj, me informu e familjen e ti,
I tha shko, lajmëro familjen e Basmagjon, se Basmagjon I plagosën non, a ishte dekun. A ishte shpirti më njëherë në gjëk stamin burr. Edhe a shkuj ka lajmëru, jenara, ta jenë çmallë me to, ne e bom met me djalë të vllavë të Magjonit, e bom Magjonin met, ja veshëm uniformën, ja pastrum gjakun, erdhën e u çmallën familja, e ke marrë, ke mvorros në 2 natë me ndarimet të larta ushtarake. Komandantin, gjithësisht herojnë I kombit Magjon Malçekun. Me 11 gusht atë ditë, përpos ramjes komandantit ushtrisë shqiptare të Kosovës, Magjon Malçekut, edhe Gzim Dervishajt, atë ditë janë plagosur edhe Xhevat Zenaj edhe Ismet Haskaj. Thash se fshati Rrezar, që si fshati Irzniq, ka qenë I mobilizum si teri, pa dallim lagje, pa dallim personi, pa dallim ka qenë të gjithë të mobilizum në ushtrinë shqiptare të Kosovës, ka dhënë kontribut as sa kanë mujt në për gjitha pikat e frontit, duke filluar prej Deçanit, Sarabregut, Lluks, prej Lepit, Rëstovic, Kryshecit dhe këtyne pikave kënej çka ekzistojnë, çka kanë ekzistuar gjatë luftës ushtrisë çlirimtare të Kosovës për çlirimin e atë dhëut. Merita kryesore për këtë ditë që po e gëzojmë sot, edhe unë, edhe ju, është e familjes Haradinaj. Edhe I paqim për jetë e matë. Baci Bajram, shumë luftar e herojt Deçanit, Dugaxhinit kanë qenë edhe në zonës tuaj. A mundesh me tregu pak a shumë për mësimet që ke pas me ta edhe mënyrën që çysh e kanë zhvilluar mësimin gjatë kohës më të vështirë që ka pas kombi jonë? Në gjimnazin Samir Frashit të Rrezarit, gjenerata 10 vjeçare që është edukuar dhe arsimuar në këtë qendër, ka qenë gjenerat e artë. Përpos mësimit që kanë qenë shembullor, e kanë qenë sjellshëm, ndërgjegjshëm dhe shumë të disiplinuar. Edhe prej tyre kanë dalë edhe general, kanë dalë edhe mjek, edhe inxhinier, edhe jurista, kanë dalë kuadra të ndryshme për nevojat e plotësimit të kombit tonë. Kështu që nxënës të këtij gjimnazi kanë qenë të fillu prej komandantit legjendar të ushtrisë shqiptare të Kosovës, zotit Ramosh Haradinaj, ka qenë Daud Haradinaj, Luan Haradinaj, kanë qenë Enver Haradinaj, kanë qenë të gjithë nxënësat e këtij gjimnazi, se ne pas para se me 1995 ne kemi pavarësuar këtë gjimnaz. E kemi nda prej Deçanit. Por Ramushi ka qenë gjenerat më hershme, ka kryer gjimnazin në 2 vjet këtu e 2 vjet në Deçan. Vërtet 2 vjet, 3 vjet në Deçan, pastaj ka ik prej okupatorit Serboslav, ka shku në Gjakovë. Ka kryer vitin e 4 në Gjakovë. Kush ka qenë nxënës më I mirë ose që ka pas nxënësat mirë kanë qenë të gjithë, po nxënësi më I mirë duke filluar nga klasa parë fillore deri në vitin e 4 gjimnaz ka qenë zoti Ramosh Haradinaj. Me të gjitha pesë, duke filluar prej klasë parë fillore, se kem pa auditorin e fillores, po edhe e kom përcjellë auditorin e shkollës mesme, gjimnazit Vllezrit Frashëri, që nxënësi më I mirë ka qenë Ramosh Haradinaj. Dhe pastaj Dauti ka qenë shumë mirë, kështu, mësime, edhe sjellje, Enveri ka qenë I shembullor në çdo aspekt. Luani 2 vjet ka kryer këtu, pastaj ka shkuar për Tiranë, për atë drejtimin e vet që ka pas për çlirimin e atë dheut, çlirimin e trojeve tona. A kanë pas kohën atë kohë me mësu të marrë parasysh që gjithë si familje qoftë ta, po qoftë edhe luftarë tjerë kanë qenë të angazhuar, se kanë pas interes dika tjetër. Kur do njeriu me gjetë kohë, gjon kohë edhe me mësu, edhe me luftu, edhe me kryer detyrat kombëtare në përgjithësi. Kështu që ta kanë qenë gjithë nivelet më të lartë mundshëm në mësime, por edhe në çlirimin e atë. Këtu në këtë qendër shkollore, përpos
që i kemi krye punë tona edukative arsimore, vitet e treta dhe të katra të gjimnazit Sami Frashëri i kemi ushtru në këtu. Qysh e keni ushtru? I kemi ushtru në aspektin luftarak, ushtarak. Komandant Maxhon Qeku ka pas drejtimin e mbrojtjes dhe sigurisë. Edhe një prej tyre ka qenë Maxhon Malqeku, komandanti, heroi i kombit tani, që ka marrë iniciativën me ushtru rinin me gjujt, me arme, me kështu. Dhe ka qenë Daud Haradinaj, Agran Haradinaj, Valbone Tafilaj edhe Bajram Daci. Ne kemi qenë si ushtrus të ishë nxënësave tanë për përdorimin e armatimit, për përdorimin e armëve në vijat frontit, për luftimet ndaj okupatorit serbosllav. Domethënë edhe vetë nxënësat kanë ushtruar nxënësa të tjerë? Vetë nxënësat kanë ushtruar nxënësa të tjerë, që kanë qenë më të përgatitur. Ka kanë pas këta njohuri ata të marrë parasysh. Po këta kanë filluar çemoti për luftën kundër okupatorit serbosllav, po edhe na jemi konë në ngjarje si mësimdhënësa, edhe si edukator, edhe profesori mbrojtjes Maxhon Malqeku, kështu që kemi bërë stërvitjet ushtarake ma tonë, shkollë. E kem pas poligonin. Pas e kem pas edhe qitje me armë në Glozhan. Kemi qitë me armë, edhe gjatë luftës. Nxënësat. Nxënësat. Kështu që Qysh e sheh po e ndërlidhe paktën e kthejmë prapë shërbimin ushtarak. Sa është e nevojshme në ditë sotit të marrë parasysh që në atë kohë jo si nxënës e keni mësuar, qysh përdoren armët edhe që ndoshta që ato njohuri i kanë shfrytzuar jo pa nashta hiç, edhe gjatë luftës. unë mendoj që shërbimi ushtarak është i domosdoshëm jo vetëm në Kosovë, po edhe në troje shqiptare. Sepse ne jemi të rrethuar nga okupatori serboslav, edhe Serbisë, edhe Maqedonisë, edhe Malit Zi, edhe Greqisë. Kështu që duhet të jetë rinia e përgatitur për çdo moment, për mbrojtjen e trojeve tona. Në bisedë lirë ju thatë që nxënësat Dauti posaçërisht ka ardhur dhe i armatosur në klasë. Përpos Dautit, unë e kom ditë që nxënësat e mi bajnë arme. Bajnë arme kundër okupatorit serboslav. Një prej tyre ka qenë Daud Haradinaj, ka qenë ushtar me armë në shkollë, ka qenë Gazmen Mehmetaj, Albert Zenaj, kanë ardhur dy vajza si përcjellëse të në djemve me armatim. Laureta Zenaj edhe Valbona Tafilaj. E thash si Dauti, Valbona, Agron Haradinaj, tash ndjeri, Maxhon Qeku, Bajram Daci, kemi qenë ushtrus të gjeneratave të viteve të treta dhe të katërta në poligonin mas shkollës fillore. Tani Maxhon Qeku, e përpara ka qenë Nafti Rustemi. Domethënë atë kohë nxënësat përveç që kanë pas libra, fletore, lapsa kimika, kanë pas edhe kanë armë në përqendrat e tyre. Unë e kom ditë si kanë armë, po unë jam kujdes që konoha për fëmijën e vet. Që vet, i kom majt në mbikëqyrje, në mbrellën, në çadër, kështu që kurrë se ka ditë. Njenin pa të thonë i herë, tha, jam ka të vinë, tha, nxënësat me arme, thash zotrin të rumë, thash më vjen, thash më del zyre këtu. Erdhë, thash unë tani edhe këtë fjallë kush me thani mo. Thash se është policia këtu, me ndodhë diçka, thash ti më në përgjithësinë. Qysh është sot zoti Daci të marrë parasysh që shumica nga nxënësit e tu janë herojt Kosovës, janë pra dëshmorë të kombit. Unë e mburna me kontributin tim, në edukim, edhe në çdo aspekt. Tu nga ky gjimnaz, nga gjimnazi Sami Frashëri, kanë ra dëshmorë këta profesorë dhe këta nxënës. Maxhon Malqeku ka qenë profesor dhe i sigurisë dhe komandant për fshatin Rrezar. Gazmen Mehmetaj, Agran Mehmetaj, Gëzim Dervishaj, Berhan Dervishaj, Fatmir Nimonaj, Artan Mehmetaj, Luan Qerimaj, Orhan Halilaj, Naim Nimonaj, Qel Ukaj, Arton Lekaj, Përparim Ferizi, Salih Ferizi, Muhamet Bardhecaj, Aslan Batusha, Agim Selmanaj, Altin Haskaj, Luan Nimonaj dhe Enver Haradinaj. Këta kanë qenë
herojt dhe dëshmorët që kanë dalë nga gjimnazi Sami Frashi i Rrezajt dhe janë ra dëshmorë për atë për liri, për shërimin e trojës shqiptare. Lavdi gjithë këtyre dëshmorëve të cilët kanë dhënë jetën për kombin shqiptar, edhe respekt për juve të gjallëve të cilët keni kontribuar. Lavdi e përjetshme për të gjithë dëshmorët e kombit që kanë luftuar për shërimin e atë dhot. Edhe dharës Zoti shpejt do të bashkohemi në një shtet përbashkët etnik. Se vetëm ashtu mundëm me qëndru si shtet në këmbët tona. Urojmë gjithë. Faleminderit shumë.